Pas më shumë se një muaj protestash të pandërprera në kryeqytet, kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria po përpiqet të kuptojë dhe të adresojë shqetësimet që qytetarët kanë shprehur përmes demonstratave. Në një takim me punonjës të administratës publike, kreu i qeverisë bëri dallimin mes sipas tij pakënaqësive të qytetarëve dhe retorikës politike që e shoqëron protestat. Rama u shpreh se protestat përmbanin një mesazh të rëndësishëm për institucionet, i cili duhet dëgjuar dhe përkthyer në masa konkrete për përmirësimin e shërbimeve publike. Lejoni të sjell këtu një epizod nga shumë epizode që ne po mbledhim për të lexuar si duhet protestën e bulevardit, në atë pjesë të saj që ajo protest ka rëndësinë e vet themelore për ne, që është zëri dhe që janë shqetësimet reale të qytetarëve. Pra ajo që unë e quaj uji i pastër dhe i rrjedhshëm i protestës, nën atë korën e zezë të asaj që për fat keq është pjesa e zhurmshme dhe e dukshme ku janë mbledhur gjithë dështakët dhe zemrakët e Shqipërisë. Kryeministri ndaloi veçanërisht marrëdhënia mes administratës dhe qytetarëve, duke pranuar se një pjesë e pakënaqësive lidhet me mënyrën se si ofrohen shërbimet në institucionet shtetërore. Mungesa e njerëzillëkut është një mungesë të cilën njerëzit nuk janë të disponuar ta tolerojnë me drejtë. Dhe natyrisht që këta nuk janë shumica për fat mirë, sepse ne nuk mjaftohemi vetëm me çfarë shikojmë, siç mendojnë disa, me çfarë shikojmë për raporte. Ne bëjmë përpjekje për të kuptuar si funksionon administrata, edhe kur është jashtë vëmendjes son. Rama tha se për herë të parë sistemi po lufton korrupsionin dhe nuk është ashtu siç paraqitet nga protestuesit. Sistemi për herë të parë po lufton me korrupsionin. Pra është komplet e kundërta e asaj që thuhet Badia Hava. Sistemi po lufton korrupsionin dhe jo voluntarizmi këtu dhe atje. Gjë që natyrisht është shumë e dhimbshme, gjë që natyrisht është njësoj si një therje në sy të gjithëve që krijon turbullir, krijon neveri, krijon pislëk, ndjenjen e pislëkut. Sepse faktikisht kjo gjë po ndodh, po hyet aty ku nuk është hyrë kurrë që nga krijimi i shtetit shqiptar.